Në këtë pikë ku ndodhemi, unë mendoj që Ukraina tashmë është mjeti me të cilin... Po ta fillojmë nga akti Mercit ke kjo do sepse s'kemi fare diskutim. Po, pikërisht nga akti Mercit ka bërë për të dërguar Taurusët, se mendoj që në këtë pikë ku ndodhemi, Ukraina është vetëm mjeti me të cilin Gjermania dhe Britania e Madhe, sidomos janë duke luftuar me Ukrainën. Është me Rusinë, është në thelb është një vazhdim i strategjisë së Bidenit për ta dobësuar sa më shumë ditë e mundur Rusinë në këtë rast, dhe nëse shkojmë me logjikën evropiane që Rusia nuk do ndalet tek Ukraina, pse jo ta dobësojmë tashmë Rusinë para se të shkalojë tek pjesa tjetër e vendeve siç vendet balltike apo vendet e tjera. Tani un kam përshtypjen që në këto 3 vite në Ukrainë janë dërguar raketa Storm Shadow, Atacams, Leopard, tanke, Abrams, çdo lloj, le të themi, armatimi është dërguar, por në terren nuk se ka ndryshuar ndonjë gjë në thelb. Dhe Ukraina ka vazhduar, ka goditur dhe me dron, ka goditur në territorin rus, dhe me raketa goditur në territorin rus, por në terren nuk është përkthyer në sukses kjo gjë. Dhe prandaj mendoj që... Sa ti mendon që nuk është sukses, përparimi ka që nga dalë ti ushtrisë ruse, blokimi, ofensiva e Kurskut... Përparimi ka qenë nga dalë që në fillim. Përparimi ka qenë tani një gjigant me një fuqi të mesme. Përparimi ka qenë nga dalë që pas 4-5 muaj të parë, pastaj u ndalësua përparimi. Por nuk se ka ndryshuar në gjë në thelb në terren. Ushtria ruse vazhdon të përparojë. Qoftë 1 kilometër, 2 kilometër, 3 kilometër, për shembull gjatë muajit maj, deri tani ka marrë gati 500 kilometër katror. Nuk është shumë, po nuk është as pak.